Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali nga Janina, ku zhvillon punimet nisma adriatiko-jonjane, garantoi se Shqipëria do të vijojë të luajë rolin e saj për të konsoliduar bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Vendet tona kanë potencial të madh. Shqipëria do të vijojë të nxjisë bashkëpunimin rajonal për të sjellë më pranë popujt dhe vendet tona. Do të dëshironim që edhe vendet e tjera të rajonit të avanconin në këtë proces për sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë popujve tanë. Shqipëria ka vetëm një plan A drejt destinacionit të saj të ardhshëm dhe ky është Bashkimi Evropian. Duke ju referuar rrugtimit të reformave integruese të vendit drejt Bashkimit Evropian, Spiropali tha se objektivi strategjik është çelja e të gjithë grup kapitujve brenda vitit 2025 dhe deri në 2027 të përfundoj krejt procesi për t'i hapur rrugën vendimarrjes për antarësim. Kryetaria e Kuvendit u ndal edhe tek mundësia që vendet do të përfitojnë nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian duke konsoliduar tregun rajonal. Plani i rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor paraqet një mundësi të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Miratimi i parafinancimit për rajonin si pjesë e planit të rritjes do të nxjisë zhvillimin ekonomik, do të ndërtojë infrastrukturën rritëse kombëtare e rajonale dhe do të ndihmojë në zbatimin e reformave të nevojshme për integrimin ton në tregun e Bashkimit Evropian. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali tha se politika e fqinjësisë së mirë, rritja ekonomike dhe unifikimi me politikën e jashtme dhe të mbrojtjes së Bashkimit Evropian janë prioritetet e qeverisë shqiptare.